Horoskopi ditor, 22 prill. Një sinjal mund të të çojë drejt diçkaje të madhe. Ka momente kur një sinjal i vogël është më i rëndësishëm se një mundësi e madhe. Jo gjithmonë ajo që duket e rëndësishme në fillim është ajo që të çon përpara. Ndonjëherë një detaj i vogël, një ide që të lind papritur ose një takim i zakonshëm mund të jetë pika që hap një drejtim të ri. Shumë njerëz e injorojnë sepse nuk duket si diçka e madhe. Por ata që ndalen dhe e kuptojnë, arrin të shohin atë që të tjerët humbasin. Nëse i kushton vëmendje këtyre sinjaleve, mund të kuptosh që diçka më e madhe po fillon për ty. Dashi. Një moment që duket i zakonshëm mund të japë një sinjal që nuk duhet injoruar. Një bisedë e thjeshtë ose një ide që të lind papritur mund të shtyjë të mendosh ndryshe për një situatë që e kishe të qartë. Nëse e kalon këtë moment pa e analizuar, mund të humbasësh një mundësi që nuk vjen shpesh. Nëse ndalon dhe i kushton vëmendje, mund të kuptosh që ky sinjal është fillimi i diçkaje më të madhe. Një zgjedhje e vogël që bën në këtë moment mund të ndikojë në drejtimin që merr një situatë në vazhdim. Demi. Një situatë që lidhet me stabilitetin mund të japë një sinjal që kërkon ndryshim. Një detaj që në fillim duket i parëndësishëm mund të bëjë të mendosh se ndoshta duhet të shohësh një drejtim tjetër. Nëse qëndron vetëm tek ajo që njeh, mund të humbasësh një mundësi që kërkon pak më shumë guxim. Nëse e analizon dhe i jep hapësirë këtij sinjali, mund të kuptosh që kjo është një mundësi për të përmirësuar drejtimin tënd. Binjakët. Një situatë që lidhet me komunikimin mund të japë një sinjal që nuk është i drejtë për drejtë. Një fjali, një reagim ose një përgjigje nga dikush mund të bëjë të mendosh më thellë për atë që po ndodh. Nëse e merr këtë si diçka të zakonshme, mund të mos kuptosh rëndësinë e saj. Nëse ndalon dhe e analizon, mund të kuptosh që ka një kuptim që nuk është i dukshëm në fillim. Një vendim i marrë duke marrë parasysh këtë sinjal mund të të ndihmojë të shohësh një drejtim që nuk e kishe parë më parë. Daforia. Një situatë emocionale mund të japë një sinjal që nuk duhet injoruar. Një reagim nga dikush ose një ndjesje e brendshme mund të tregojë se ka diçka që kërkon më shumë vëmendje. Nëse e lë pas dore, mund të humbasësh një mundësi për të kuptuar më mirë një situatë që po zhvillohet. Nëse ndalon dhe e dëgjon këtë sinjal, mund të kuptosh që ka një drejtim që duhet ndjekur. Një vendim i marrë duke marrë parasysh këtë ndjesi mund të çojë drejt një situate më të qartë. Luani. Një situatë që lidhet me një mundësi mund të japë një sinjal që nuk është i dukshëm menjëherë. Një reagim nga dikush mund të bëjë të mendosh se ndoshta ka diçka më shumë nga sa duket në sipërfaqe. Nëse e injoron këtë moment, mund të humbasësh një mundësi që kërkon vëmendje. Nëse ndalon dhe e analizon, mund të kuptosh që ky sinjal është fillimi i një drejtimi të ri. Një zgjedhje e bërë duke marrë parasysh këtë sinjal mund të ndihmojë të përfitosh nga një situatë që të tjerët nuk e shohin. Birgjëresha. Një zhvillim i vogël në një situatë që duket rutinë mund të japë një sinjal që kërkon vëmendje. Një ndryshim i papritur në një detaj që zakonisht e ke nën kontroll mund të bëjë të ndalesh dhe të mendosh. Nuk është vetëm për të korrigjuar atë që nuk funksionon, por për të kuptuar pse ndodhi. Nëse e kalon këtë moment pa reflektuar, mund të humbasësh një mundësi për të përmirësuar mënyrën si i trajton situatat. Nëse ndalon dhe e analizon më thellë, mund të kuptosh që ky sinjal është një udhëzim për të bërë një ndryshim që të sjellë më shumë qartësi dhe efikasitet në vazhdim. Peshorja. Një situatë që përfshin një zgjedhje mes dy drejtimesh mund të japë një sinjal që nuk duhet shtyrë më tej. Një ndjesi që njëra anë po të tërheqë më shumë mund të jetë pikërisht ajo që duhet ndjekur. Nëse përpiqesh të mbash balancën pas zgjedhur, mund të mbetesh në një situatë që nuk lëviz përpara. Nëse ndalon dhe dëgjon këtë sinjal, mund të kuptosh që është momenti për të marrë një vendim. Një zgjedhje e bërë me siguri mund të çojë drejt një drejtimi më të qartë dhe të shmangë një paqartësi që do të zgjaste më gjatë. Akrepi. Një situatë që nuk duket e rëndësishme në sipërfaqe mund të japë një sinjal që lidhet me diçka më të thellë. Një ndjesi e papritur ose një reagim i brendshëm mund të bëjë të ndalesh dhe të mendosh se ka diçka që nuk është e dukshme menjëherë.
Nëse e ignoron këtë ndjesi, mund të humbasësh një informacion që është i rëndësishëm për të kuptuar situatën. Nëse e ndjek dhe e analizon, mund të kuptosh që ky sinjal është një udhëzim për të parë më thellë dhe për të marrë një vendim më të saktë për veten. Shigjetari. Një situatë që përfshin një ide ose një mundësi të re mund të jap një sinjal që nuk duhet refuzuar menjëherë. Një mendim që të lind papritur mund të duket i paqartë në fillim, por mund të ketë potencial që nuk është i dukshëm menjëherë. Nëse e refuzon sepse nuk është pjesë e planit tënd, mund të humbasësh një drejtim që mund të çojë më larg. Nëse ndalon dhe e analizon, mund të kuptosh që ky sinjal është një mundësi për të zgjeruar horizontin tënd dhe për të parë diçka që nuk e kishe marrë parasysh më parë. Britjapi. Një situatë që lidhet me përgjegjësitë mund të jap një sinjal që kërkon një ndryshim në mënyrën si i menaxhon gjërat. Një detaj që nuk funksionon si zakonisht mund të bëjë të kuptosh që duhet të rishikosh një plan. Nëse e ignoron këtë moment dhe vazhdon njësoj, mund të krijosh një situatë që bëhet më e vështirë për t'u menaxhuar më vonë. Nëse ndalon dhe e analizon, mund të kuptosh që ky sinjal është një mundësi për të bërë një ndryshim që të sjellë më shumë stabilitet dhe kontroll në vazhdim. Ujori. Një situatë që lidhet me një ide të re mund të jap një sinjal që kërkon më shumë vëmendje. Një mendim që të duket i pazakontë në fillim mund të ketë një kuptim më të madh nga sa mendon. Nëse e ignoron sepse nuk përputhet me atë që ke menduar më parë, mund të humbasësh një mundësi për të bërë diçka ndryshe. Nëse ndalon dhe e analizon, mund të kuptosh që ky sinjal është një shtysë për të ndryshuar një drejtim që nuk po funksionon më si më parë. Peshqit. Një situatë që lidhet me një ndjesi të brendshme mund të jap një sinjal që kërkon qartësi. Një emocion që lind papritur mund të bëjë të kuptosh që ka diçka që duhet parë më thellë. Nëse e ignoron dhe e shtyn për më vonë, mund të humbasësh një mundësi për të kuptuar më mirë një situatë që po zhvillohet. Nëse ndalon dhe e dëgjon këtë ndjesi, mund të kuptosh që ky sinjal është një udhëzim për të marrë një vendim që të çon drejt një drejtimi më të qartë dhe më të qëndrueshëm. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën sinjal nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.